Pacientët që trajtohen në njësinë e hemodializës në qendrën klinike universitare të Kosovës po vazhdojnë të përballen me mungesë të materialit bazë për trajtim. Kjo situatë ka shkaktuar vonesa në procesin e trajtimit, duke rritur shqetësimin tek familjarët e pacientëve. Ne kemi familjarin këto që pothuajse 6 vite. Fjala në javën e kaluar ka u kanë një kaos i vërtet, sepse nuk ka pas material bazë për mu bojë. U shty pak procesi dializës, po megjithatë pacientët që t'jemi korrekt dializën e kanë bërë. Këtu ka me pas mungesë çdo herë, se këtu halon nuk ju ka ardhur njeri duhur i cili duhet me marrë një tender. Këtu nuk ka mirë. Këtu në një regjis s'ka mund një dializë të hesh. Në një përgjigje me shkrim për televizionin, Shërbimi Spitalor Klinik Universitari i Kosovës ka pranuar se furnizimi aktual nuk është në nivelin e dëshiruar. Materiali i përgjithshëm nuk është në sasinë e dëshiruar, por jemi duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që furnizimi të stabilizohet plotësisht. Gazetari i shëndetësisë Bujar Vitia thotë se në lidhje me këtë situatë u diskutua sipërfaqësisht në mbledhjen e sotme të bordit të SHSK-s. Kemi të bëjmë me konstelacione të interesave. Pacientët në dializë, nëse nuk e marrin këtë shërbim, mund të jetojnë vetëm disa ditë. Pra, po luhet me jetën e pacientëve. Edhe në raportet e hemodializës nëpër komuna ka mungesë të materialit për hemodializë. Madje pacientët në Mitrovic janë ankuar se procesi i dializës ju është shkurtuar në vetëm 2 orë, ndërsa sipas standardeve mjekësore duhet të zgjasë 3 deri në 5 orë. Procedura e rregullt e tenderimit për furnizim me materialet e nevojshme është ende në shqyrtim në organin shqyrtues të prokurimit tashmë për rreth 2 muaj.